Alba fillon të ngacmoj kushtrimin me shaka dhe ironi, duke I hedhur një buzëqeshje provokuese. Ajo I thot pse nuk po e puth Sashën, pse po sillet kaq I ftohtë dhe I tërhequr. O kushtrimo, I thot ajo me ton lozonjar, çfarë po pret, pse nuk po e puth Sashën. Situata bëhet menjëherë gazmore dhe të gjithë rreth e rrotull fillojnë të qeshin e të presin reagimin e tij. Kushtrimi, pa e humbur qetësinë, ja kthen me humor dhe pak sarkazëm. O Alba, Ludo është playboy, nuk puth kështu kod. Alba qesh dhe nuk dorëzohet, vazhdon ta ngacmoj, duke e shtyr edhe më shumë drejt një situate që ajo e di se do të krijojë reagime. Sasha futet në bisedë dhe me një buzëqeshje të lehtë thot, po presim puthjen tënde. Duke e thënë më shumë si shaka, por edhe me një dozë kurioziteti, por kushtrimi është I prerë. Ai thot se Ludo nuk ja jep puthjen kujto dhe se nuk bie kaq poshtë. Ai shton hapur se Alba nuk është në preferencat e tij, duke e thënë pa ofendim, por thjesht si një mendim personal. Kjo fjalë I sjell reagime të ndryshme, disa qeshin, disa habiten, ndërsa Alba përpiqet ta mbulojë situatën me shaka, edhe pse ngacmimi I saj tashmë merr një drejtim tjetër. Sasha, duke e parë gjithë këtë situatë, I drejtohet Albës dhe I thot me humor, ti je tura adekun për të, moj vajzë, duke e thënë me një ton tallës, por jo dasha keq. Alba reagon menjëherë, duke u mbrojtur dhe duke thënë se gjithçka është vetëm shaka. Por tensioni I vogël në ajër nuk kalon pa u ndier. Sasha vazhdon bisedën duke shtuar se të gjithë mezi po presin primein, që të shohin nëse do të dalë ndonjë puthje apo ndonjë reagim I papritur nga kushtrimi. Situata bëhet gjithnjë e më interesante, sepse secili ka mendimin e vet dhe secili përpiqet të lexojë tjetrin. Kushtrimi qëndron I qetë, I sigurt në veten e tij, duke treguar se nuk ndikohet lehtë nga presioni apo nga ngacmimet. E gjithë biseda mbetet në një frymë lozonjare, me batuta, nënkuptime dhe humor, por edhe me mesazhe të qarta për kufit personal dhe për